ekuilibër tjetër, mbar botëror, ose një rend tjetër E mbar mbyllim botëror. çështjen e pacifizmit të zonjës Mimi Kodheli, kalojmë te karta juaj më e fortë në këto zgjedhje, është antarësimi në Bashkimin Evropian. Zonjë, ju jo vetëm si ministre e mbrojtjes, po keni edhe një aktivitet diplomatik, po themi edhe në parlament, diplomacia parlamentare. Po 12 vjet, pse s'ta antarësuat ju, se thatë për 10 vjet dhe kaluan 10 vjet. Pse tani na bëni këtë premtim? Shika, ju keni të drejtë, unë drejtoj Komisionin e Politikës Jashtme prej 8 vitesh në Parlamentin Shqiptar. Kështu që sigurisht që jam e përditësuar me shumë ngjarje që ndodhin rreth nesh në politikën e jashtme, pavarësisht se ne kemi një komision të çështjeve evropiane që drejtohet nga opozita. Çështjet europiane janë çështje të ditës, integrimi është çështje e ditës, kështu që hapja e kapitujve është çështje e ditës, kështu që patjetër që kemi diskutuar gjatë dhe diskutojmë gjatë me partnerët dhe kolegët tanë lidhur me mbase çështjen më të rëndësishme të historisë moderne post-komuniste shqiptare që është integrimi në Bashkimin Evropian. Ndodh që jo, s'ka gjë, zoti Land, njerëzit duhet Jeta vazhdon, njerëzit duhet punojnë, nuk është fare problem. Ne mund të kthehemi dhe si quhen këto meme, quhen këto po nuk ka, jemi okay, është pa problem. Shorte, jo shorte. Shorte quhen këto, okay. Se ju jeni shumë të azhornuar me këto trejat që vinë nga... Po jo, të flasim Mimi Kodheli dhe të ketë një... Jo, s'ka problem fare, përkundra. Një tryel aty. Tregon që jetohet, punohet, vjeta vazhdon. Sa po e tham, që njerëzit duhet jenë të qetë, vazhdojnë gjërat e tyre, punët e tyre. Vazhdo atëre, vazhdo, puno. Vazhdo, ne do themi çfarë kemi për të thënë. Kështu që nuk shqetësohemi fare, përkundrazi, kjo e bën më intriguese. Sidomos kur flet për Bashkimin Evropian. Po, sepse me qëra fjala, parat që do të injektohen dhe që kanë filluar të injektohen ndërkohë nga Bashkimi Evropian, $65 milion, po, nga Bashkimi Evropian, janë parat të cilat ne duhet jo vetëm të dim t'i menaxhojmë, po t'i dim t'i çojmë në sektorët që duhet, të dim të bëjmë investimet e duhura dhe të dim t'i kthejmë këto në mirëqenie të qytetarëve shqiptarë. Që ne kur të hymë me atë pashaportën që thot Rama, atë pashaportën ku nuk do të kemi më nevojë as të bëjmë dokumenta greke, as të bëjmë dokumenta në një vend tjetër. Kur do antarësohet Shqipëria? 30-ën, do kemi pasaport. 30-ën, po tani ju 27-ën Një sekond. do të mbyllim kapitull. 25. 27 Edhe 4, nëse fitoni? 27 do të mbyllim kapitujt. Dhe nga 27 deri në 30 do të jetë vetëm miratimi në parlamentet europiane i... Tani më zuri pak makina mua këtu. Zonjë. Ne jemi në vitin 2025. Ju kërkoni mandatin e 4, 25 edhe 4 bëj 29. Tani me vitin 2030 do të thoni ju po kërkoni mandat e 4 dhe të 5 bashk? Jo, atëherë. Se s'ka ndodhur një kjo që të kërkon 2 mandate rresht. Jo, qetëso Roland. Qetëso se mbase do kesh fytyra të reja, edhe nuk do të kesh fytyrat tona më përballë. Ju ndërkohë do jeni duke intervistuar akoma, se do jeni akoma në treg, ne do jemi duke bërë gjëra të tjera, jeta do vazhdojë. Mimi Kodheli, çfarë mund bëjmë Mimi Kodheli tjetër? U gjyshen. Sa bukur. Ose do të pyes për atë, po ma jep pak të shpjegimin. Dhe po ju thosha, e rëndësishme është të hapen ka të gjitha kapitujt deri në 27-ën. Hapen dhe mbyllen. Ajo quhet e mbyllur pastaj? Pastaj quhet e mbyllur. Pastaj janë vetëm procedura politike, le të themi, ku të kundërshtojë dikush në atë parlamentet? Nuk besoj që kur të kemi hapur dhe mbyllur gjithë kapitujt të ketë parlament që do ta kundërshtojë këtë gjë. Po sepse ka funksionuar kështu dhe për aq kohë sa kemi ardhur deri këtu, pra qeveritë. Del Greqia aty thot Fredi Beleri thot. Po jo. Po jo, s'ka shans. S'ndodh kjo. Nuk do ndodhi. Nuk ka pse, Greqia është aleat, i mirë NATO, është fëqinj i Shqipërisë, ka interesa në Shqipëri si shqiptarët kanë interesa atje për shkak të 1 milion shqiptarëve. Ju socialistët jeni bërë kaq të urtë, Mimi Kodheli kaq e urtë, ti flisje me zjarr, me pasion, me gjestikulacione. Pse bërë kaq e urtë vetë? Po vjen nga urtësia që ti mëson nga jeta.
Unë vazhdoj të jem një njeri apasionant kur Jo, pasionant, po vetëm pasionant nuk po më dukesh në këtë intervistë, Po shiko, Rolandi, po kam dhe një moshë caktuar njeriu që fillon e flet ndryshe. Tani ne kemi një 81 vjeçar që është kryetari i Partisë Demokratike dhe flet me të njëjtin pasion tani. Ky është ndryshim. Është gjithsekush ka mënyrën qasjen e vet të bërjes disa punëve. Zonjë, në kontakte që keni pasur, si ju kanë pritur tani këto ditë në elektorat, në takim? Njerëzit. Shiko, unë personalisht ndihem shumë komode. Unë jam një njeri që kam mbështetje të mirë në qytetar. Të mirë, do thosha, shumë të mirë madje. Edhe është e bukur, e di si është e bukur, Roland, se për shembull ti gjen njerëz në jetën tënde politike që për shembull ta adhurojnë me gjithë që nuk i ke takuar kur, nuk u ke bërë atyre kur. Më bëri përshtypje zonjë njoftimin zora në Facebook dhe filluan aty Mimi Kodeli fisnike, Mimi Kodeli le duan shumë. Tani pse duan njerëz? Siç shiko, ka arsye të ndryshme pse një person publik duhet. Ashtu siç ka pa arsye, një njeri që nuk të ka njojtur kur, nuk të ka njojtur kur, nuk i ke bërë kur asnjë dëm nuk, dhe në një mënyrë më ndonjëherë dhe banale, pa lidhje, po është interesante natyra e njeriut, që rri në një ekuilibër ekstremesh. Është interesante shumë. Kam dëgjuar një herë një vajzë, një profesoresh amerikane, po e re, ishte profesoresë Harvardi, që mësonte politikanët se si të silleshin. Edhe leksioni A i saj, leksioni parë. Në një tabel vuri në foto Nën Terezën. Edhe ta shikoni këtë zonjën, kjo zonja është shenjtë. Okay? Ka bërë në jetë atë që paka shumë gjithkush në botë e di se çfarë ka bërë. Edhe kjo zonja shahet. Leksioni A i profesoreshës. Sa e bukur. Edhe kjo zonja shahet. Edhe kjo zonja shahet. Dhe kur shahet ajo i imagjino pas. Pra, po. Kështu që mirë kush shan pa ditur. Po, Zoti fal. Fal Zoti. Do të ky është një leksion jo vetëm nga ajo, po edhe ju që sot këtu është një leksion për gjithë, për mua, për çdo gjë, për çdo që ju dëgjoni në këtë momente. Patjetër. Unë votoj në Tiranë, se këtë bëj pyetje gjithë. Pse unë duhet votoj Mimi Kodelin? Pse duhet votoj juve? Shiko, Roland, unë të falenderoj për pyetjen, sepse e di pse ju falenderoj për pyetjen. Ka dy mënyra për t'i çuar njerëzit për të votuar një forcë ose një forcë tjetër politike, një individ apo një individ tjetër. Njeriu udhhiqet nga natyra që përveç se ka disa ideale, politike, sociale, që ka heronj, ka dhe bëhet dhe pragmatist me shumë të drejtë për çështje lokale, individuale, që nuk kanë varet mbase të bëjnë me komunitetin ose kanë të bëjnë me komunitetin e tij të vogël ku jeton. Dhe shpesh herë në zgjedhjet e përgjithshme këto gjëra miksohen. Që do të thotë? Nuk e gjetëm akoma atë që po punon. Ja, atë do ta merre këtu në intervistë bashkë me ty. Që do të thotë? Që do të thotë? Ne flasim për politikën, flasim për çfarë do bëj Partia Socialiste në 4 vitet që vijnë. Mos është votues i PD-s kë? Jo, nuk ka rëndësi, nuk ka problem fare. Mos është votues dhe bën kastime? Njerëzit dëgjojnë pavarësisht zhurmës. Do të ketë para ai që u futet në studio dhe tryelën aty. Jo, po nuk e kam fare këtë problem, shoh. Nuk e kam fare këtë problemin e votuesve të PD-s. Unë kam problemin e njerëzve, të qytetarëve, që janë edhe. Po, e kam akoma. Mos më shikon ashtu, e kam. Kështu që këto dy gjëra miksohen. Pra shpesh herë njerëzit thonë, mirë deputete, okay, ke ardhur këtu ta flasësh për këtë gjë, po mua më mungon llampa tek rruga, edhe dua të kem llampën e ndruar sepse fëmijët vinë natën nga shkolla ose ndark ose me shumë të drejtë. Kështu që është një miks i dy gjërave. Dhe ti kur takon njerëzit shpesh herë, patjetër,
duhet flasësh tek biznesi për si janë hequr taksat e biznesit vogël, si janë lehtësuar, facilituar procedurat. Ky është ligji që unë kam miratuar ose për cilin qeveria ime ka propozuar dhe unë e kam miratuar dhe për cilin punohet. Ndërkohë që ai thotë jo, po e kam dhe këtë pllakën që më lëviz, me shumë të drejtë. Pra, kur ke zgjedhje parlamentare, zgjedhje parlamentare bëhen akoma më të vështira në thonjza, sepse janë dy lloj qasjesh në raport me individ. Ndërsa kur janë zgjedhje lokale ai nuk flet për politikën e madhe, ai thot dua këtë, dua atë, qyteti do këtë, më mungon shkolla këtu, mungon shtëpia e pensionistëve këtu. Pra, është më konkrete dhe më e thjeshtë, do thosha në thonjza. Komplikohet pak, por tani ky është një zanat i fituar, Roland, ky nuk është një profesion që ti mëson në shkollë për të bërë politikan, ti vjen nga backgrounde të ndryshme, edhe e mëson këtë gjë në rrugës, dikush e mëson mirë dhe vazhdon gjatë, dikush nuk e mëson fare dhe mbaron aty ku fillon. Dhe unë pse duhet votoja Mimi Godhelin? Po, kjo është një pyetje shumë interesante, mbase na duheshin ne dimri për të treguar që pse juve duhet më votoni mua. Ju keni mjeshtrin t'i shtrydhni këto dhe ta thoni në 2-3 fjali. Shiko Roland, unë besoj që kam ditur të jem qytetar i mirë i vendit tim. E para e dyta, jam munduar në maksimumin tim ta përfaqësoj mirë vendin tim. Sepse nderin për ta përfaqësuar atë dhe unë e kanë shumë pak veta në jetë. Pa diskutim. Dhe mua më ka rënë ky laps, do thoshin në zhargonin e rëndomt, dhe ky fat, kështu që jam munduar ta bëj këtë shumë me dinjitet, shumë me dinjitet. Dhe kjo është një arsye prapë mirë për ta votuar Mimi Godhelin. Pastaj, shikoni, Mimi është bij për fatin tim të mirë ende, nën për fatin tim të madh, zonjë, grua, për fatin tim të mirë, dhe gjyshe e dikujt. Gjyshe? Shikoni se sa role kam. Bi, grua, nën, gjyshe. Kur e për gjyshe? Jam motër dhe jam shoqe. Pra jam në këtë polivalencë pozicionesh, mundohem të gjej ekuilibrin tim, të bëj dhe punët që më ngarkon. Kur e për gjyshe? 2 vjet përpara. 2 vjet përpara. Si quhet Nipi? Nipi. Nipi, si quhet Nipi? Alex. Tani na trego pak për Aleksin dhe pse nuk e nxjerr fare për këto rrjetet sociale? Jam kundër nxjerrjes, kategorikisht kundër nxjerrjes së fëmijëve në rrjetet sociale. Po pse? Shiko, do të kisha dashur, kjo mbase shumë e guximshme nga ana ime, do kisha dashur të bëja një ligj që ndalonte që fëmijët deri në moshë tenere, pra në moshë të re, të dilnin në rrjetet sociale. Kemi një problem të madh me rrjetet sociale. Çfarë rreziku ka? Në asnjë mënyrë nuk do. Mimi Godheli me Nipin. Le që do ishte kështu. Ka 1000 arsye të mira për të mos e nxjerrë sociale. Aq më pak për të bërë publicitet për arsye elektorale ose politike. Tani na trego pak e heqim rrjetet sociale, na trego pak për Nipin. Një kryevepër. Një kryevepër? Një kryevepër. Mjaltit është shumë kryevepër. Do është djali tu. Djali juaj ku jeton? Në Tiranë. Në Tiranë. Çfarë pune bën djali juaj? Mikeli ka profesionin e të jatit. Arkitekt i jati, arkitekt i Se ka studiuar në Itali? Ka studiuar në Itali. Itali. Dhe ti tani e gjyshe, çfarë marrëdhënie ke? Do kisha dashur të rria shumë më tepër kohë, shumë më tepër. Aq e vërtetë është sa preferon midis gjyshit dhe gjyshes, preferon gjithmonë gjyshin më shumë. Gjyshin, ëh? Patjetër se gjyshi rri më shumë ata gjyshi. Çmendur gjyshi fare. Po, patjetër. Po gjyshja? Si çdo gjysh. Tani na trego pak për gjyshën se gjyshja është deputete. Çdo gjysh. Është në garë elektorale. Shiko, unë kam munguar shumë në shtëpi, për fat keq. Po? Edhe nuk do të kisha dashur të vazhdoja të mungoja akoma për shumë gjatë. Por, mendoj që e kam në detyrimin tim moral, politik, po të donin raport me forcën time politike, personal në raport me Edi Ramën, ta përfundoj karrierën time duke e fituar këtë garë të fundit. Kjo është e fundit? 11 majit. Politike flas. Po për politike, pse? Garat e mia nuk mbarojnë derisa të kem frymë.
Po jo, po pse politike është kjo e fundit? Po se gjykoj që politike them besoj për shkak parlamentare. Kur them politike them parlamentare. Mund të ishte edhe senatore zonja Godeli, ne tham fillim, dhe senatore s'ka ndonjë impenjim si... Është një diskutim që mbase nuk është ende koha për ta vënë në praktik, por në gjykimin tim është një gjë që duhet rishikuar dhe duhet vlerësuar si... Okej, tani me nipin tani, se do frenojmë pak këtu tani, me frenadore. Cila është marrëdhënia? Kur i përkushtohesh nipi? Se ditën që ke seancë parlamentare nuk e takon dot tjerë. E di çfarë ndodh, nga ndonjëherë njeriu mundohet që mungesën fizike ta kompensoj duke i bler rroba, duke i bler lodra. Po në fakt nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Ja. Cila është lodra e fundit që... Prezenca fizike është... Lodra më e re që i ke bler. I bleva... I kishte ditëlindjen para pak ditësh, edhe i bëra një tort me ca kuklla që ka qef, me ca personazhe, bebesh fare që ka qef, edhe bëra këtë tortën. Kjo ishte, po një gëzim, nuk di. U gëzova sigurisht më shumë unë për tortën se sa i vogli. Ti nuk e imagjinon dot veten tënde, pamjen tënde, por nga fillimi i intervistës, që po më dukshë kështu, si ai motori. Jo, në këtë momente, politikani mërzitshëm. Pate një ngazëllim në pamje, do ta shikosh vetë, do ta shikosh vetë në YouTube. Si çdo. Po jo, po e di çfarë ndriçimi more kështu. Patjetër. Është lumë kush e mbrin këtë, ka fatin ta mbri këtë stat të jetës, gjykoj. Edhe shiko Roland, kam krijuar një ekuilibër tjetër brenda vetes. Që jam fatlume që kam këtë ekuilibër, se dikush se mbrin kur ekuilibrin, dikush e mbrin më vonë, dikush e mbrin më herët, patjetër, po kam një tjetër ekuilibër, një tjetër perceptim. Por e di që kjo është një arsye më tepër pse më shtyn që të punoj më shumë për të ardhmen, se mendoj shpesh herë me tim shoq dhe them, si do të jetë e ardhmja e Aleksit? Sa e sigurt? Edhe kjo është një shtys shumë e madhe që në të voglën time të vazhdoj të punoj për të ardhmen e Shqipërisë. Sa më vjen mirë që fëmia juaj është kthyer dhe jeton këtu me ju. Ndërkohë, plaga më e rëndë shqiptare e zonja Godeli është që të rinjt kanë ikur dhe duam ne, kjo është një faturë edhe pushtetit tuaj, që gjatë kohës që 12 vjet në pushtet, numri i të larguarve shumë i madh. Të dhëmë kjo, se unë e di atë ndjeshmërinë tënde. Në që e thënë kështu nga këndvështrimi një nëne, patjetër që më dhëmbë, se e imagjinoj sikur mos e kisha djalin tim të vetëm, mos e kisha në shtëpi, në kuptimin në qytetin ku unë jetoj. Por ju më larg se para pak ditësh, në kuvend Spikerja Spiro Pali u takua bashkë me mua me presidentin e Slovakisë. Një zotëri relativisht i ri, energjik, kishte qenë 2 herë kryetar parlamenti, kryetar i Slovakisë, dhe sigurisht u hap edhe diskutimi i të ikurve të rinjve. Ata duke qenë edhe më afër Gjermani, më afër qendrës së Evropës, kanë absolutisht të njëjtin problem. Pothuajse të gjithë të rinjt ikin, largohen në Gjermani. Pothuajse të gjithë. Të shkolluarit flasë, patjetër dhe ata të krahut të punës. Edhe, shiko, bota krijoi një sistem globalizimi që ekonomia e shkallës, kemi pas quajtur ne dikur, ne që kemi studiuar ekonomi, ku ti shkon atje ku kostoja është më e vogël edhe produkti me vlerë më të madhe, dhe tregu i punës, si çdo treg tjetër, në kushtet e sotme, në kushtet e rritjes së komunikimit nëpërmjet internetit, është kaq shumë dinamik dhe gati i frikshëm, sa asnjë qeveri, mendoj unë, nuk do mund të disiplinonte kërkesën që ishte jashtë ofertës që ti sjell në vendin tënd. Oferta që ne i ofrojmë të rinjve sot, e parë në letër është e jashtëzakonshme.
Po jo, problemi është ajo kthyer. Janë rritur rrogat, janë rritur bursat. Apo kthehen zonjë, jo çfarë pakete keni ju, se paketën mund ta marrni vetë gjep. Jo, paketa është. Po ajo çka Gjermania ofron një mjeku, një infermieri, nuk është ajo çka Shqipëria mund t'i ofrojë, se është një treg tjetër ai tregu. Jo, problemi është një treg më i zhvilluar, është një treg më i jemi pak dhe po na ikën, jemi si ora me rar. Ata do rikthehen. Do rikthehen? Po tjetër, se kanë filluar të rikthehen. Ju e keni parë se sa investime bëhen në tregun e turizmit? Janë të tërë djem dhe vajza, po sigurisht më shumë djem, që kanë qenë jashtë dhe janë rikthyer dhe bëjnë investime në zonat ku kanë ardhur. Nga Vermoshi deri poshtë në Finiq. Kjo nuk është pak. Kjo vetëm thjesht dhe vetëm nuk di t'ju them nga pikpamja statistikore, po duhet evidentuar se sa prej tyre janë kthyer dhe sa prej tyre kanë investuar në Shqipëri. Se Shqipëria është një vend që mbase ofron më pak se sa tregu gjerman, por është një vend me një dinamikë të jashtëzakonshme që tregu gjerman nuk e ka. Sot që flasim ekonomia gjermane, është një ekonomi në rënje, do thuash, po krahason dy fare. Në mënyrë absolute jo. Por siç janë rrethet spirale të zhvillimit, dakor? Ashtu do të jetë edhe mënyra se si ritmet me të cilat po zhvillohet dhe do zhvillohet ekonomia shqiptare. Shtuar kësaj gjëje edhe faktin që Shqipëria për pak vite do të hyjë në tregun e Bashkimit Evropian, do të ketë patjetër ristrukturim dhe kufizimet e veta, që të kuptohemi, por ndërkohë do të ketë një ekspansion të jashtëzakonshëm. Dhe do të vi dita shumë shpejt, për shumë pak vite, ku rinia do ta gjejë veten më komode në vendin e saj se sa jashtë kufive. Unë e kuptoj dhe e njoh atë entuziazmin tënd, por shifrat që ju dhat janë të pandikueshme në këtë ikje, sepse ndryshe nuk do kishim kaq shumë zonjë. Ky është periudha që kanë ikur më shumë. Shiko, Roland, unë gjykoj që ne kemi dhënë disa leksione kanë qenë shumë të gabuara në këto 30 e kusur vjet. Për shembull. Në fillim i tham që ne do rrim do presim, çeqet e bardha, ne tjerë do vinë, ne do rrim. Në fakt nuk ishte kështu. Shoqëria kapitaliste është një shoqëri, është një sistem jo perfekt, por sistemi më i mirë që njerëzimi ka shpikur deri më sot, në gjykimin tim, por është një sistem që kërkon që njerëzit punojnë shumë. Dhe ne nuk e dham të leksion. Leksioni ynë social ishte ti bëhesh pa punuar, ti bëhesh pa u shkolluar, ti bëhesh pa pasur talent, ti bëhesh pa pasur moshën e duhur, po në vazhdim. Nuk po themi kujt është faji, se nuk kam ardhur këtu të bëj gjykatësin me ju. Fare. Unë kam ardhur të jap një opinion tim në lidhje me këtë çështje. Nuk e vën diskutim. Dhe kjo është leksioni i gabuar që morëm. Leksioni i dytë i gabuar. Nuk e ngritëm pronën në piedestalin ku duhet ngritur. Që të ndërtosh shoqërinë kapitaliste ose tregun kapitalist, ekonominë e tregut, thënë ndryshe, duhet që prona të jetë e shenjtë dhe të jetë atij që i takon. Ne bëm një ligj politika bashkarisht që e bëm çarap. Ç'është ne tregut. Fjalë për librin 7500. Po pse ndryshohet ju socialistë? Po sepse pronat ishin mbi vendosur kaq shumë njëra mbi tjetrën. Sa nuk kishte më vetëm të shpallnim luftë njëri tjetrit. Kështu që ne bëm disa gjëra që i bëm me hapin e gabuar kur filluam transformimin nga ekonomia totalitare në një ekonomi të hapur. Dhe kjo sigurisht që është një plagë që u transmetua dhe sot ka ende pasojat e veta. Keni shumë të drejtë, po edhe unë kështu mendoj, po kam frikë se do ta kemi të dy gabim, sepse unë kisha fjalën për këto 12 vite, jo për ato vitet përpara, se për ato vitet përpara, okej, e ka fajin Saliu. Po për këto 12 vite keni fajin ju? Jo, të lutem, nuk jo thashë një herë, nuk jam këtu të gjykoj as kërkënd kush ka fajin për çfarë. Historia pastaj gjykon më mirë se sa unë edhe ju, edhe se sa shumë nga ne bashkë. Unë po them që leksioni që ne dham, fillimi, teoritë e para të transformimit, ishin të gjitha gabim. Me pretendimin që ati nuk bën se je nga ai sistem, ati jo se unë do bëj shpejt këta të mitë,
se ti bëhesh 3 muaj shkollë nërkohë që duheshin 4 vjet universitet, apo se jo kjo copa është e imja këtu nërkohë që me letra ishte e jotja. Këto janë pasoja dhe sigurisht që a mund t'ishte bërë më shumë në 12 vitet e Partisë Socialiste. Po pa tjetër, po gjithmonë mund të jetë duhet bërë më shumë. Sigurisht dhe njeriu, prandaj dhe mëson nga gabimet, se perfeksioni është vetëm lart në qiell, besoj, ne këtu jemi human të gjithë të gabushëm çdo orë të ditës. Kështu që por, e rëndësishme është një gjë, që politikisht ne t'i kemi ide të qarta. Dhe politikisht mos shpenzojmë energji të kota duke gërmërur njëri tjetrin, në një kohë që fare mirë mund të uleshim bashkarisht dhe të bënim disa gjëra për të mirën e kombit, që mbase nuk i kemi bërë ende. Shpresoj shumë që ky moment që jemi sot, pikërisht ky moment që jemi sot, ky moment që vjen mbas një muaj e gjysmë që është 11 maj, të jetë dita e duhur që shqiptarët besus, mos besus, kundër, të bashkohen në një pikë. Shqipëria duhet, me do e mos do, të bashkohet Bashkimit Evropian. Zonjë, a u ka vështirësuar punë në terren fakti që kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe drejtuesi i qarkut të Tiranës është i arrestuar ndodhet në Burg? Zoti Velie? Shiko, nuk mund të them që nuk e ka vështirësuar punën, sepse ju thash, në zgjedhjet politike është një miks midis asaj që politikisht duhet të ndash me njerëzit dhe çështjeve konkrete që një organizëm si bashkia duhet të zgjidhë në përditësinë e saj. Por, fakti që njerëzit janë mobilizuar në bashki dhe janë duke punuar dhe në mungesë të Veliajt, faktin që Edi Rama në një mënyrë ose në një tjetër erdhi në listën e Tiranës, se mbase besoj që nuk do të donte të ishte në listën e Tiranës nëse ngjarjet do të kishin rrjedhur në një mënyrë tjetër. Ishte deputet i Vlorës, mund të shkonte diku tjetër për të bërë Durrës deputetin, kështu që në Shkodër ka thënë. Në Shkodër, pikërisht. I jep një rëndësi dhe valencë tjetër Tiranës, që në fakt Tirana e meriton, sepse Tirana kryeqyteti pastaj është qarku që mban gjysmën e popullsisë së Shqipërisë normalisht. Si e shikoni ju procesin e zotit Velia? Ju keni qenë në kryetar Bashkisë Tiranës dhe e njihni shumë mirë Bashkinë e Tiranës, me ato që ju keni dëgjuar publikisht, me pjesën zyrtare flas, jo pjesën e fjalëve. Si ju duket ky proces? Domethënë, shprehni keqardhje për atë që ndodhi? Janë dy momente. Ka një moment personal, human, dhe ka një diskutim politik lidhur me këtë gjë. Personalin po e lëm, sepse nuk besoj që ka njeri që fërkon barkun për kur shikon një njeri që është mrapa hekurave, me të drejtë ose pa të drejtë. Aspekti politik është një aspekt i rëndësishëm, sepse po flasim normalisht për një person të spikatur politikisht siç është Velia, kryetarin e Bashkisë Kryeqytetit. Nuk do lodhem së thëni që reforma në drejtësi ishte gjëja më e duhur që politika bëri në atë moment kur e votoi. Gjërat kishin shkuar shumë keq në sistemin e drejtësisë. Në kaosin që enkas krijohej për të mos qenë profesionist, për të përfituar e kështu me radhë. Te fillimi mirë është gjithmonë gjysma e punës. E kishim menduar ne këtë reformë perfekte dhe sjelljen e njerëzve perfekt? Flas të njerëzve të drejtësisë? Po më falni, po ku e keni gjetur ju? Ka perfekcion? Perfekcion është vetëm natyra që Zoti ka krijuar është perfekte. Pastaj është njeriu që e pret, e dëmton, e djeg, e përçudnon. Okay. Por ne vazhdojmë të jemi të bindur që kemi bërë gjën e duhur. Dhe duhet të vinte kjo ditë. Drejtësia është një shtyllë shumë e rëndësishme e ekzistencës shoqërisë demokratike. Keni pasur raste që edhe keni sulmuar zonjë. Zoti Rama me arrestimin e zotit Velia i bëri sulme dhe i spakut. Shiko, njëherë, juve më ngarkoni, unë besoj që më keni dëgjuar në njëherë të jo, asnjëherë, po kryetari juaj kam fjalën. Shiko, ka
disa mënyra të qasjes së drejtësisë në raport me të akuzuarit, edhe në botën perëndimore, bazuar në ligjet e çdo shteti, bazuar në kulturën që një shoqëri i bartë. Ato shkojnë mikse, se nuk mund të thuash që si sillet drejtësia në Itali, sillet dhe drejtësia në, në Norvegji. Se janë dy popull të ndryshëm, me dy kultura të ndryshme, dhe me dy backgrounde të ndryshme. Norvegjia nuk ka mafjen që ka Italia, po ndërkohë Norvegjia mund të ketë hallet dhe problemet tjera, që ne nuk i dim se jetojmë më shumë me hallet dhe problemet politike të vendeve fqinj se sa të një vendi që praktikisht ndodhet larg nesh, apo jo. Kështu që edhe Shqipëria është një vend që ka mësuar shumë, ka adaptuar disa legjislacione të vendeve perëndimore, diku i ka adaptuar në mënyrë korrekte, diku i ka marrë shablon, nuk gjykimin tim, po ky është një gjykim mbase jo profesional, po gjykimi një politikane gjithsesi, dhe duke i marrë shablon, pastaj është kujtuar që mundet që këto procedura të mund t'i akomodonte në një mënyrë tjetër. Kështu që ne vetë, kur ridiskutojmë mënyrën se si jemi organizuar, se si kemi propozimet që kemi miratuar në kod penal, apo dhe pse jo dhe në kod civil, mund të ishin bërë ndryshe, mund të gjithë çështjet ishin akomoduar ndryshe. Po që se ajo është e shkruar atje, dhe aji e ka zbatuar motamos siç e kemi shkruar dhe miratuar ne, gjithse kush ka të drejtën të veprojë simbas. Ligji është mbi të gjitha. Pastaj, fjala interpretim për mua ha diskutim. Ligji kur është i shkruar e zeza mbi të bardhë, qartë, dhe ke lëvizur nga e ligj, është i dënueshëm. Në qoftë që nuk e lëvizur nga e ligj, je më shumë se sa i mirëpritur që ta zbatosh ligjin. Ka mbaruar karriera politike zoti Veli? Kjo nuk është një gjë që më takon mua ta them. Domethënë unë nuk, sepse një herë para punës kjo është një përgjigje, kjo është një pyetje që kërkon përgjigje mbasi të kemi një dënim të formës prerë. Një vendim, madje jo dënim, kërkoj ndjes, një vendim të formës prerë, sepse ne prezumojmë që ditën që flas si shoqëri, dhe gjitha shoqëritë, nuk është se ne bëjmë përjashtim, që ditën që jem diku tjetër dhe jo në shtëpinë tënde, ti je absolutisht i fajshëm. Jo, prandaj dhe drejtësia ka disa shtylla mbi të cilën mbahet, dhe nuk është vetëm një shtyllë, se po të ishe vetëm një shtyllë, do të ishe diktaturë. Dhe pyetja e fundit, zonjë, ju si bashkëpunëtore e lashtë, jo thjesht e vjetër e kryeministit Rama, jam shumë kurioz të di, ai ka thënë ndonjëherë, ai ka bërë mimiko dhe në një vërejtje e kryeministit Rama për punën që bën? Ai më ka bërë shumë dhe unë i kam bërë disa. Ore, ai shumë, kjo nuk më çudit mua, po ju. Patjetër. Po shiko, kam një konfidencë tjetër me kryeministin. E thash pra, ju jeni bashkëpunëtore e lashtë. Mbase e kam pasur më të lehtë këtë gjë. Të pyet apo ja ke thënë vetë? Jo, më ja kam thënë vetë se të më pyesi. Jo, do të nuk të pyet. Shiko, këto batutat shumë fakt janë shumë të bukura për t'i dhënë një ngjyrim më pak serioz. Kur ju garuat për të parë vitin 2005 e keni fjalën. Ato kishin vënd atër, po tani jo. Pikërisht, kështu që tani nuk... Na thuj një kritik dhe një, do dhe që i ke thënë zotit Rama, këtu e ke gabim. Po më the këtë më lumëtërove sa. Jo, unë nuk kam thënë asë njëherë këtu e ka gabim. Jo, këtu e ka. O miku im, zotit Rama. Ka dy qasje, shpesh herë ka pasur qasje të ndryshme për të njëjtën çështje apo për të njëjtin diskutim. Po e dini pse? Unë jam financiere me profesion, 2 dhe 2 tek unë bën gjithmonë 4. Se financiere. Ai është artist në background, kështu që ka pasur shpeshherë një qasje tjetër dhe qasja një për të njëjtën gjë, qasja një. 7 ka gabuar në njëra. Qasja një, po patjetër, pa ajo. Jo, më del që është keq me shifrat ai. Jo, nuk thash. Përkundrazi më ka habitur që ka qenë shumë mirë me shifrat. Jo, nuk është thash që është keq me shifrat. Është qasja, fantazia, vizioni i një artisti dhe i një financieri janë për të njëjtën gjë, janë të ndryshëm se vijnë nga backgrounde të ndryshme.
Kështu që aty përplaseshin. S'ma thej një Po janë kaq shumë sa shumë, po jo, në kuptimin e marrëdhënia është kaq e gjatë. Po jo, na këto të fundit, i thash kryeministit këtu e gabim. Jo, po nga këtu, po pse duhet ta ketë gabim? Jo, se ka gabim, sepse shiko, duket sikur ai merr vendime, çohet në mëngjes dhe merr disa vendime. Ai është person shumë kolegjal. Pavarësisht se nuk e beson ti të gjën, mbase. Jo, ti e beson, se ti e njeh. Jo, që si e the vetë këtë. Po, është kolegjal. Po, dëgjon. Okej, jemi në fund, po unë për gjithë kandidatët ju them që tek kamera këtu elektoratit tënd thuaj 2 fjalë si mesazh. Të jesh deputete e qytetit ku ke lindur është një nder i madh. Kjo është shumë surprizë. Unë jam një grua e lindur dhe e rritur në Tiranë dhe çdo gjë e jetës time ka të bëjë me kryeqytetin. Sigurisht që Parlamenti Shqiptar më ka parë dhe dëgjuar ashtu si dhe publiku shumë herë për shumë çështje të rëndësishme, por mbi të gjitha ajo që mbetet më e rëndësishmja e qenies time në politik është vënia në qendër të politikës të çdo qytetari, të njeriut, qoftë ky i thjesht apo jo. Ndaj, duke i dhënë votën mirit, Kovelit, i jepni votën një miku tuaj, një motrës tuaj, një nënës tuaj, një të afërmit tuaj, një shoku tuaj të shkollës, një komshiu tuaj, sepse besoj që bashk mund t'ja mbrim dhe do t'ja mbrim, që Shqipëria të jetë një vend i denjë në Bashkimin Evropian, të jetë një vend ku të rinj të mos largohen, të jetë një vend që zbukurohet dhe lulëzon, ashtu siç Zoti na e ka falur të bukur. Faleminderit. Zonjë Kodheli, dhe unë ju falenderoj për intervistën dhe ju uroj suksese më 11 maj. Faleminderit ju, punë të mbarë. E di që do keni shumë punë deri në 11 maj. Po aq se ju. Ne pak më shumë, besoj ne pak më shumë. Faleminderit, shëndet mira.